Në Himar në këtë sezon turistik do të ketë më pak sipërfaqe me çadra të administruara prej privatëve. Madje kreu i bashkisë në inspektimin e zhvilluar me ministren Mirela Kumbaro shton se gati gjysma e vijës bregdetare mund të shfrytëzohet pa pagesë. Si vjet na është liruar një sipërfaqe shumë e madhe, pra jemi diku 50-50 do të thoshja unë, 50 publik, 50 privat në Bashkinë e Himarës. Edhe në jug nuk kanë munguar tentativat për t'i zënë në kundërshtim me ligjin. Disa herë zaptimet e padrejta të plazheve, por është bërë një aksion ku praktikisht disa zaptime në pjesën e Spilles edhe të Potamit janë çliruar dhe hapësirat të cilat kanë qenë të zëna nga njerëzit që kanë pas kontratë, pra nëse kanë pas kontratë për një sipërfaqe të caktuar, po dhe ato janë liruar. Mas shtesë janë marrë edhe për sigurinë, nisur edhe nga fakti se aty Bregdeti është më i thellë. Për të garantuar sigurinë e jetës për ata të cilët përdorin aktivitete turistike detale me jet ski dhe me skafe. Janë të gjitha në distancë përtej bovave, praktikisht nuk kemi. Sezoni konsiderohet i mbar, madje hotelerit kanë qenë të mbushura prej muajit prill. Që në prill ose fillim maji Himara ka qenë full dhe nga kontaktet që kam me operatorët, por dhe me hotelet, me këto strukturat akomoduese, deri në datën 15 nëntor pas ka rezervime dhe rezervime mbi 50% të kapacitetit. Sipas të dhënave të Instat, deri në muajin qershor numri i vizitorëve të huaj është rritur me të paktën 10%, por po ashtu qëndrojnë edhe më shumë net.